të dashurmi që ishim me Xhabati Sufajn nga Ksamili për të sjell atë atmosferë që njerëzit vinë nga Suedia, bëhen qytetarë të Sarandës, njëkohësisht dhe kalojnë të gjitha pushimet aty. Do ikim nga Suedia, do ikim në Amerikë, tashmë jemi tek një regjizor me emër, një personazh tepër me vlera për ne, është Bujar Alimani, është regjizor dhe drejtor i Albanian Film Festival në Boston të 2025-ës, që me kualitetin e tij dhe me një thoj qartësie të tij artistike, kishte thirrur personazhe, kishte thirrur probleme, kishte thirrur filma dhe kishte thirrur edhe personalitetet të artit të krimtarisë dhe të krimit të një gjuhë filmike, cile duhet folur në gjithë botën, gjuhën shqip të filmit. Dhe pikërisht për këtë arsye e ftova sot të jemi në lidhje drejt për drejt me emisionin Ura, Bujar Alimanin, një personazh i cili jo vetëm ka prodhuar film me shumë kualitet dhe shumë konkurrues në botë, por ka sjell dhe këtë imazh ose këtë strategji që festivalet e filmit artistik në botë të organizuar nga shqiptarët të japin mundësit, por njëkohësisht edhe të prezantojnë kualitetin dhe atë domethënie filmike të Shqipërisë. Përshëndetje Bujar dhe faleminderit që jemi bashkë në emisionin Ura. Përshëndetje. Bujar, pak më parë, para se të lidheshim bashkë, prezantova pak element që ju i sollët të festivali filmit i Bostonit, por ai mesazhi që ju sollët ose që ne morëm është kualiteti i filmit shqiptar duhet t'i jepet mundësia të prezantohet për festivale, por njëkohësisht edhe t'jemi rigoroz me atë kualitet që ne kërkojmë, bota dhe konkurenca. Bujar, jemi ne konkurent me filmin, apo akoma jemi patriotik? Po, unë besoj që jemi dhe kinemaja shqiptare ka bërë, është përpjekur gjithmonë të qëndrojë në një stad të mirë të konkurencës në raport me kinematografinë në botë, se si ajo zhvillohet, edhe kinematografia shqiptare jo e kuptuar sa duhet nga brezat, sepse ka një lloj nostalgjie për atë kinema të para 90-s, por edhe kinemaja pas 90-s ishte dashur një punë shumë e madhe që të futet në konkurrencë me një treg. Pikërisht, pa kinemaja pas 90-s përballet me konkurrencën, përballet me tregun. Janë disa elemente edhe kualiteti artistik, por edhe tregu. A kemi ne një gjuhë filmike, konkurrence, në botë? Sigurisht që ne kemi një gjuhë filmike dhe në Shqipëri ka përpjekje që të krijojnë stile në kinematografinë tonë. Le të kthehemi tek festivali i Fanolit i Bostonit, që ne sapo përfunduam në Boston. Përpjekja ime si drejtor artistik ishte që sepse ka patur pro dhe kundra, ka patur mendime dhe ide të ndryshme dhe unë nuk kam dashur në asnjë mënyrë që festivalin Fanolin në Boston ta shndërroj në një festival komedie nga këto komeditë e lira që na vinë shpesh përreth nesh. Mund të ketë her pas here edhe ndonjë të tillë që është në një kualitet më të lartë, por unë jam përpjekur që të sjell përpara shikuesve, jo vetëm shqiptar, por edhe atyre amerikan apo të përzier si do të jenë. Festivali është për të gjithë. Pikërisht, nuk është sepse është vetëm për komunitetin shqiptar. Ne filmat janë të subtitruar në gjuhën angleze, është i mirëpritur gjithkush, edhe ne kishim dhe spektatorë të tjerë, shqiptarë cilin miq të tyre, të komsive dhe të ndryshme, kështu që mendoj që ishte një panoramë shumë e mirë e kinemas shqiptare. Nuk isha i fokusuar vetëm që të marr filma të prodhimeve të 2-3 viteve të fundit, siç bëjnë zakonisht festivalet në botë që e kanë këtë luks. Prodhimi ynë kinematografik nuk është kaq i madh sa ne të lëmë njan ato që janë prodhuar ndër vite, kështu që kam her pas here bëj edhe një vështrim pas duke marr filma të cilët janë prodhuar edhe në vitet më përpashme, siç ishte rasti për shembull i Sa Qoses, 3 detare dhe një varje, apo i 6 filmave të animuar, të cilët fillonin që në 1975-ën me filmat e parë të animuar, me filmin e parë të animuar shqiptar, sepse festuam dhe 50 vjetorin e animacionit shqiptar me shumë sukses, dhe ne kemi filma shumë të mirë që përfshin dhe të gjitha moshat edhe të vegjël
edhe të mëdhenj, kështu që tendenca ime ka qenë që të sjell një shije të kinemas shqiptar përpara publikut, jo vetëm shqiptar, por edhe aty amerikan. Pra të sjell gjithë shijet e munguara të këtij komuniteti ose padijet e audiencës amerikane për kinematografin shqiptare. Mos harroni ne jetojmë në Amerikë, ku bumi i madh i industrisë së filmit është atë desha të pyes, ju jeni në presionin e kualiteteve amerikane. Tashmë përzgjedhja e festivalit është një atmosferë dhe një domethënie që ju kishit menduar për t'ia sjell edhe shqiptarëve, po edhe amerikanëve. Në këtë domethënie, përzgjedhja ishte e juaja, se ju jeni drejtori artistik, dhe më thuaj, a u afruan edhe të tjerë për të qenë pjesë veç projektit tuaj? Unë jam në rolin e drejtorit artistik, pra si themi ati që ideon estetikën e një eventi, estetikën e një festivalit, drejt kajen, drejt ku shkon kjo gjë, ose si mund të perceptohet kjo gjë. Gjithë pjesët e tjera janë pjesët organizative pastaj të gjës. Kështu që ata më lanë totalisht dorë të lirë që unë të kisha dhe të gjurmoja dhe të përzidja filma. Sigurisht, Artur, ditët janë shumë të mbledhura, do më thënë, ne nuk kemi luksin e një hapësire më të madhe filmike, unë mendoj që 6 filma të gjatë, të cilët janë nga gjithë trevat e Shqipërisë, përfshi Kosovën apo Maqedoninë e Veriut, edhe Shqipëri sigurisht, ishin shumë për ne, ose ishin mjaftueshëm 6 filma të gjatë në atë program që ne vendosëm. 5 dokumentar, 7 filma të shkurtër, 6 filma të animuar. Në një program 3 ditësh ishin shumë. Megjithatë, në gjithë të lëvrim zhanresh, spektatorët mendoj që gjetën veten, edhe ne e konsiderojmë një sukses të madh, modestisht që kishim më shumë spektatorë se sa vitin e kaluar. Atëherë kjo ishte pritshmërit. Që do thotë festivali po krijon një pol vlerash, po krijon një pol, një territor mbushur me asociacione shqiptare, me shoqata të ndryshme shqiptarësh, mbi 20 ka në Boston, të tilla. Kështu që secila bën ato eventet e veta etj, ne si të thuash jemi një gjuhë tjetër e komunikimit të kulturës apo jo? Një gjuhë tjetër, një ofertë tjetër, një ofertë gjithmonë e freskët. Ne nuk kemi lidhje vetëm me folklorin, me traditën etj, këto gjëra janë shumë të mira, por mund të tregojmë edhe vlerat e një kualiteti të epërm, siç është kinematografia. Kjo tani, sepse kjo më shqetëson në fakt, Bujar, ne kemi nevojë të shfaqemi edhe në atë që e kemi investuar prej kohësh, dhe tashmë jemi në një mas change që është bërë me vite, tash duhet të shfaqemi edhe në pritshmëritë tuaja. Në këtë pritshmëri që ke pasur festivalin, në raportin e kualitetit filmik që e keni zgjedhur ju, në raportin e publikut që është zgjedhur vetë, jeni të kënaqur? Po, ne jemi shumë të kënaqur, sepse patëm kishim edhe feedback, pra reaksione për shtypje për të gjithë filma. Do me thënë, ne prekëm atë që themi fash spektatorës. Kishte një vëmendje të saktë të tyre. Të gjithë, qoftë ata që e kanë për zemër frymën nacionale, frymën kombëtare. Kishim dokumentar të tillë. Qoftë ata që janë të një niveli estetikisht të lartë, që duan një kinema e cila konkuron sot për festivale, padyshim gjithë filmat e gjatë ishin konkurrent gjithë festivalet nga më të mirat e botës. Unë sigurisht nuk e harroj këtë veçori, sepse kjo është një vlerë e shtuar e ofertës tonë që kur bëjmë programin, që ne sjellnim filma tashmë të vlerësuar, tashmë të kaluar në një sip kritike, në analiza nga kritikë moderne dhe shumë të zotë të botës në festivalet kategorisë A. Kështu që gjithmonë duke qenë dhe vetë kineaz, duke qenë dhe vetë regjisorë, kam konsideruar një gjë të jashtëzakonshme që unë të sjell përpara shikuesve që nuk kanë ndonjë mundësi tjetër t'i prekin, t'i shohin këto filma, filmat kolegëve të mi dhe një pjesë kinematografisë time në të cilën unë jam pjesë e saj. Sigurisht. Tani, prandaj, ju që jeni pjesë edhe përgjegjësia e zgjedhjes është disa herë më e madhe, apo jo? Patjetër, her pas here mund të ketë edhe kështu pak si të vogla. Jo, po flasim për kualiteti,
kualiteti vendos gjithmonë kualitetin si strukturë. Kualiteti tjetë do me thënja e këtij festivali. Vetëm kualiteti, kjo është mbajtur edhe në filmin e shkurtër, vetëm kualiteti do mundet. Nuk kam qenë vetëm i fokusuar që të zgjedh filma të cilët kanë marrë me dorë mos buxhete nga qendra kombëtare e kinematografisë, sepse kështu do të isha shumë, ndoshta ndonjëherë dhe i padrejt. Unë kam tentuar dhe kam marrë filma të cilët kanë qenë dhe prodhime private, edhe prodhime të mira kualitative, sepse në Shqipëri nuk bëjnë filma vetëm ata që mbështeten nga qendra e filmit. Bëjnë filma edhe regjizorë të tjerë, kështu që unë nuk kam asnjë të drejtë ti veçoj ata, me që mua më është dhënë shkopi magjik, le të themi, i përzgjedhjes. Jam përpjekur që t'jem në një mundësi më tepër për të dhënë atyre. Atëre kthehemi pak tek ajo te industria e kinemas. Mua më qellon në këto momente të jem tek seleksionet e produksionit të qendrës kinemas për dokumentarët dhe festivalet dhe ndeshemi aty me shumë dëshira me pak mundësira. Ky është problem shumë i madh që kemi ne kur vendosim si komision, por kur kthehemi tek dëshirat e tyre, nuk subvencionohen edhe talente. Talentet janë shumë pak në strategjinë e shtetit shqiptar. Arsyet janë edhe logjike, por njëkohësisht janë edhe një mentalitet i vjetër, apo jo? Unë mendoj që kineastët shqiptarë meritojnë më shumë. Na është bërë si melodi e zakonshme kjo e kërkimit të buxheteve, por ja, si thoni juve, ju jeni në një këshill miratues të projekteve për një zhanër të veçantë të filmit, edhe mungesa e buxheteve ju bën që të mendojeni shumë, ndonjëherë të jeni dhe të drejtë, ndonjëherë dhe të padrejtë, duke lënë minjan për arsye të buxheteve, sepse po sigurisht buxhetet do të mund të jepni 6 dokumentarë, do të mund të jepni 8 dokumentarëve. Qartë. Edhe njerëzit le të provojnë. Në këtë mënyrë ne kemi dhimbje për talentet e reja bujar. Ha njëri tjetrin, sepse mungesa e buxheteve do të thotë që patjetër dikush a 4 talentuar do eliminohet. Sepse nuk ka më shumë për 2 filma, për shembull, buxhet. Edhe kjo sigurisht është një gjë që vazhdon të rriqet zvarr, edhe akoma dhe me festivalin e Nolit, vërtetohet edhe një herë që kinematografia shqiptare ja vlen. Këtu nuk është problemi se jam unë apo në vendin tim mund të ishte dikush tjetër. Por pasioni i madh i kineastëve shqiptar për të sjellë dhe për të çuar kinematografinë, për ta përballur në botë me njerëz, meriton padyshim dhe pa diskutim vëmendjen e shtetit. Por unë mund të them, Artur, që për të disa të herë që shteti ynë nuk interesohet për kinema. Shtetin ton nuk intereson kinemaja. Më vjen shumë keq. Jo, që intereson, po ndoshta tani kthehemi tek vetja. A mendon se kemi pak zë për filmin dhe ky zë është midis nesh dhe nuk kalon pak saqet e artistëve dhe vetë mjaftohemi duke sharë vetveten dhe shtetin ton me njëri tjetrin? Duhet një strategji tjetër? Mendoj që ato të gjesa që bëhen, për shembull, siç u bë para një muaji për kineastët, do duhet të bien në vesh të saktë, do duhet të ulen të përkulen ata zyrtare dhe të shënojnë edhe të bëjnë diçka. Nëse nuk bën asnjë diçka, nëse nuk bëhet, nëse nuk ndodhet, nëse reflektim, atëherë për çfarë bëhen këto të gjesa? Për çfarë flasin kineastët? Për çfarë diskutojnë? Ose përse të thirremi për të bërë sikur na dëgjojnë? Edhe diçka tjetër është mungon zëri intelektual. Duket sikur në tërësi gjithësia e artistëve është jo vetëm për çfarë, por është ndonjëherë edhe shitur, ndonjëherë edhe përkurur, ndonjëherë edhe përballë projekteve që merren andej këtej në për copra të këtyre parave që jepen apo projekteve që jep Bashkimi Evropian apo të tjera aplikacione, duket sikur mungon zëri intelektualit shqiptar. Kinasi është intelektual dhe duhet të ngrej probleme jo vetëm për kinema, por në përgjithësi për problemet që i dhëmbin shoqërisë. Unë mendoj se e kaluam pak ndoshta atë gamën e diskutimit, por jemi sërish ky është problemi që na shqetëson, se festivalet do bëhen me produktet që kanë investimet, apo jo?
Pikërisht, një festival nuk mund të shpiki filma. Ti do të marrësh këto filma të cilat prodhohen. Atëherë për çfarë flasim? Flasim për 4 filma në vit, për 3 filma në vit, nuk e më shumë. Dhe kjo është edhe arsye ndonjëherë që ne i drejtohemi edhe viteve të shkuara. Por sigurisht që edhe me këto festivale, sigurisht edhe me kërkesat e ndryshme, edhe me talentin e autorëve shqiptarë, unë mendoj që ne meritojmë shumë të tepër. Meritojmë shumë. Ne u gëzuam shumë. Dhe duhet të flasim, Artur, dhe duhet të flasim vazhdimisht. Nuk mund të lëshojmë armët, sepse është gjë më e thjeshtë të dorëzohesh. Gjë më e thjeshtë është të thuash unë nuk bëj më film sepse nuk ja vlen më. Sa herë kemi menduar, sa herë kam menduar unë këtë. Për çfarë ja vlen të bësh film? Përse ja vlen të bësh film, ja vlen të lodhesh kaq shumë, ja vlen të konkurosh kaq shumë, ja vlen pas 4-5 filmave të shtrohesh prapë në radhën e parë sikur je i sapo diplomuar nga shkolla ku ti rianalizohesh, nuk mjaftojnë punët e tua, nuk mjafton rruga jote, nuk mjaftojnë çmimet, nuk mjafton festivalet e dha që ke. Atëre, e gjitha kjo mungon. Jam ne një grup njerëzish ku dëgjuam që Bostoni do t'ju kishte ju drejtor artistik, u gëzuam. U gëzuam për disa element, për zërin, për përballjen, për dinjitetin, sepse këto element do e bëjnë edhe artistin që vjen të përgjegjshëm për kualitetin dhe artistin që i prodhon të përgjegjshëm për standardin ku do shkojë tashmë ai prodhim që subvencionohet, privat apo shtetëror. A ka një lloj a mundet të ndërtojmë një lloj strategjie nëpërmjet këtyre përfaqësimeve që të bëhemi më të zëshëm në qeveri për të kërkuar pak më shumë ose shumë më shumë dhe t'i tregojmë që filmi dhe dokumentari artistik nuk janë pjesë e tregut tashmë. Po, sepse mendohet ndonjëherë që çfarë sill kinemaja? Sa mund të silli kinemaja? Artur, po në një vend ku nuk ka kinema, nuk ka salla, çfarë mund të silli kinemaja? Në një vend ku për 30 vjet u përmbys kinemaja. Nuk ishte salla dhe regjisorët i marrin filmat dhe çonin në për festivale ande këtej dhe bënin edhe një premierë. Do të thënë, nuk është e lehtë që ti të rimbledhësh spektatorin shqiptar, ose thon shpesh që spektatori shqiptar vjen. Jetojmë në një bum të madh të televizioneve, në një bum të madh të rrjeteve sociale, në një bum të madh të mosvlerave dhe kinemaja është e para që përballet me këto gjëra. Kinemaja është e para që pson ndoshta nga këto gjëra. Ndoshta e pson edhe në kuptimin e atyre shkarjeve të regjisorëve të cilët fare kollaj bien në trajtimin e komedive shumë të thjeshta sepse këto rroken më thjesht, sepse këto sjellin spektator më shumë etj. Nuk është e lehtë të ruash një kinematografi që erdhi nga Anagnosti apo nga Viktor Gjika apo nga regjisorë të tjerë të shquar të gardës shqiptare. Ajo është investim i kohës i cili tashmë marrin vesh se çfarë do të thotë kinema. Se nga ajo kohë ka ngelur krimi dhe kinemaja. Apo jo? Po pikërisht, në këtë kuptim detyra e kineastëve për ta mbajtur gjallë kinema shqiptare në kuptimin kualitativ të fjalës, për të mos rënë në batakun e gjithë atij mizerabiliteti që krijohet për sa i përket imazhit në të gjitha format e tij, domethënë që nga rrjetet sociale deri tek komeditë e lehta që bëhen kaq lehtë dhe po kaq lehtë shfaqen, duke marrë 2-3 emra, 2-3 këngëtarë etj. Kinastët janë një gjë tjetër. Edhe ne në Boston sjellim një gjë krejt tjetër. Sjellim punimet më të mira, vlerat më të mira të kinemas shqiptare. Unë jam shumë i kujdesshëm në përzgjedhjen e filmave, duke menduar që ndoshta vitet të tjera Artur do mund të bëjmë edhe si themi, edhe për kujtimore të artistëve të cilët nuk që meritojnë për gjuhën që kanë dhënë. Për kushtimet të regjisorëve që nuk janë më, siç është për shembull Viktor Gjika, një emër shumë i madh i regjisë së filmit shqiptar. Apo qoftë edhe Anagnosti që për fat të mirë është në jetë, apo Margareta Xhepa e cila u nda nga jeta, apo Piro Milkani, të cilët u ndan këtë vit nga jeta. Kështu që e thën kjo, e bër kjo, duke u fokusuar sigurisht edhe në një gjë tjetër, sjelljen e artistëve shqiptar në Amerikë, në Boston.
Juve nuk e keni idenë se sa u egzaltuan njerëzit me zonjën Xhubani, me Luiza Xhubani e cila erdhi. Mendoj që njerëzit donin ajo solli një histori, po solli dhe emocione. Donin të bënin fotografi me të ftonin vazhdimisht në shtëpitë e tyre, për restorante. Ishte jashtëzakonshme kjo gjë dhe ti kënaqesh duke parë për së largu që tek e fundit ja ke arritur qëllimin, tek e fundit ky është qëllimi. Qartë. Gjë më e madhe për një artist është respekti i njerëzve. Gjitha gjërat shkojnë dhe vijnë, po respekti i madh i njerëzve është ajo që ne duam ta kemi dhe ne xhelozohemi. Ja që ata artiste e arritën. Do uroja shumë që njerëzit kishin të njëjtin respekt për mua vetë 60-65 e kusur vjet, siç e kanë për këta artistë të mëdhenj të imazh. Sigurisht, ai është investim kulturor i kombit dhe kinastët nuk janë të përkohshëm, se çdo krijimtari e tyre është jetë gjatë për çfarë do të thotë e ku do të shkojë ai komb. Kështu që atë e kanë shkruar ata dhe ju që vazhdoni e realizoni. Ajo që më shqetëson në këto momente është spektatori. Ju thatë që media, rrjetet sociale, kanë një mësime ndaj spektatorit. Ne po krijojmë një spektator të tulatur politikisht, por një spektator nga pikpamja estetike, që akoma nuk kemi të qartë dhe ne si regjizor. Si mundemi të shkojmë më qartë këtij spektatori dhe të krijojmë spektatorin e kinemas shqiptare? Kjo është një çështje ose një pyetje tepër shumë interesante, dhe të falenderoj për këtë, sepse thuhet shpesh që arti i mirë ka spektatorin e vet, ka shikuesit e vet, ka ndjekësit e vet. Edhe ne këtë po përpiqemi të bëjmë. Sigurisht është siç e thash më përpara shumë e vështirë, por duke insistuar dhe duke i dhënë këtë ushqim të mirë shpirtëror. Është një lloj si t'japësh njeriu sëmuret kur ha keq, kur nuk ha mirë, dhe është i shëndetshëm kur ai ha shëndetshëm. Unë mendoj që kinemaja e mirë është një ushqim i shëndetshëm për spektatorin, për mendjet e shëndetshme të shikuesit shqiptar. Kështu që duke bërë vazhdimisht këtë punë, siç e thash, po krijohet një spektator dhe një ndjekës i një kinemaje të mirë, e cila është ndryshe nga gjitha këto që unë më përpara. Vetëm duke insistuar në punë të mira. Edhe një gjë tjetër, edhe duke mos u larguar Artur shumë, sepse shpesh me këto manierat tona të bërjes së një kinemaje... Jo, të kapim njeriu në ditës neve, me interesat e tia. Të një kinemaje që është estetike, se mua nuk më kuptojnë, ose më kuptojnë spektatorët në tre analistë në Australi dhe 2 në Antarktidë, edhe kështu nuk shkojnë. Unë mendoj që duhet shkuar në zemrën e shikuesit. Ndoshta duhet shkuar më thjesht edhe më pastër. Më sinqert, domethënë duhet shkuar në një mënyrë të sinqert me zemër. Atë që bën artistë më dhejtan, kinastë më dhej, pavarësisht nga ideologjizimi atyre filmave, nga politizimi, po ka patur shumë momente të mira në kineman tonë, edhe të para 90-s, ku ata kanë punuar me zemër dhe janë drejtuar njeriut që jetoi atë periudhë, me gjitha ato vështirësi. Unë mendoj që kjo ka qenë një rrugë e mirë për të shkuar në zemër të njeriut. Ne duhet të shkojmë në zemër të njeriut, nuk ka ilaç tjetër. Nuk ka çështje tjetër. Ju kishit atje Luan Ramën. Po. Ne në Kino Studio, se unë kam qenë pjesë e Kino Studios për disa vite, dhe ne në Kino Studio kishim ndarë disa kinastë, Petit Rukën, Rama, dhe disa kinastë të cilët ishin Nejati Tafa, dhe këto një shifeshin si e ardhmja e mendimit të kinemas. Pra, këto personazhe, që si që ishte Luan Rama, po kështu, dhe këto personazhe do krijojnë edhe një gjuhë që ta kuptoj ose ta doj ky lloj publiku. A mundemi ne t'i kultivojmë këta njerëz apo do shpërthejnë vetë me talentin e tyre? Jo, unë mendoj që një regjisor shqiptar, edhe kjo është shumë e drejtë kjo që thatë juve, janë shkëputur. Aty ju përmendët disa emra... Ato që më kujtuan tani sepse ishin disa... Kanë qenë skenarist. Skenarist, ideator. Pra ne jemi shkëputur nga letërsia. Ne jemi shkëputur nga lidhjet e kinemas fort me letërsinë. Një pjesë e madhe e sukseseve të kinemas në botë, sidomos kinemas amerikane, flas për filma të mirë kualitativ, janë të bazuar në romane, janë të bazuar në novela. Sigurisht. E thonë që në fillim. Kështu që kjo është një thirrje e imja, kjo është qoftë edhe një ndjes e imja, qoftë
edhe një dëshire ime e madhe që t'i drejtojmë këtej tuti, t'i drejtojmë letërsisë. T'i drejtojmë letërsisë sepse aty gjen diamantet në fakt mu më dhemin në emrat që përmenda. Po, të përthamave të filmave të ardhshëm. Do të thënë, bashkëpunimi me skenarist tek ne. Sigurisht. Është shumë mu më dhemin në emrat që i thash, më dhemin sepse ju ndërpre në momentin që ata ishin në inkandeshencën e tyre. Do t'ju përmend për shembull që ne kishim tek festivali Fanoli, kishim 3 filma. Këtu vallëzohet me hije të Pluton Vasit me regji, por mbështetur në skenar të Bashkim Hoxhës. Kishim Mbyllja e Temve i Fabio Seferit, film i shkurtër mbështetur në skenar të Julieta Hiçkës. Kishim dhe dokumentarin Odë për tembujt e paruar, një poezi filmike, poem filmike për Çamërinë, të cilin ishte skenarist Luan Rama. Dhe të 3 këto filma u ndoqën me shumë interes edhe u pëlqyen shumë nga publiku. Duke shumë qartë, duke stabiliteti i letërsisë në këtë gjë. Stabiliteti i skenarit shumë i fortë. Përpos regjisë të mirë të 3 filmave. Ja pra që regjisorët do duhet të bashkëpunojnë me skenaristët. Edhe unë isha shumë i lumtur që kisha Luani dhe erdhi nga Parisi. Dhe përzgjedhja juaj është për tu. Edhe ditën e diel biseda që mbylli festivalin ishte pikërisht poezia, letërsia dhe kinematografia. Pra lidhjet e të 3 këtyre me njëra tjetrën. Qartë, shumë e saktë, sepse festivalet në fund fare janë forume intelektuale të njerëzve me pasion kineman. I dha kjo, biseda me Luanin, i dha edhe pikërisht këtë lloj dimensioni elitare festivalit. Nuk është vetëm një dhomë errët ku shfaqeshin filma dhe fiteshin për këtë, por diskutojnë edhe problematika, diskutojnë rrugë, diskutojnë labirinte, diskutojnë formate në të cilat ne mund të gjejmë veten bashkëpunim edhe me skenaristët, ne si regjisor flasim, ose regjisor në përgjithësi. Atëre, Bujar, unë do të më thuash çfarë do të ndodhë vitin tjetër me festivalin? Vitin tjetër do të ftojmë juve që të vini ta bëni vetë reportazhin. Jo. Unë them në përzgjedhje sepse filmat tashmë janë ata që janë në treg dhe a do kemi këtë kualitet që kishte si vjet? Po, ne do të jemi në të njëjtën rrugë, do të kemi të njëjtin kualitet, do ta fillojmë më herët. Festivali vitin tjetër nuk do të mbahet në qershor. Dhe kjo është thjesht për arsye teknike sepse ka shumë festa në qershor, mbarime shkollash e tjerë. Kështu do ta zhvendosim në tetor. Është vetëm gjë që mundsi, po. Që mos kemi si thua përplasje sepse i njëjti territor janë të njëjtët shqiptarë, të cilët në herë pas here zakonisht të shtundu dielave kanë edhe dalin, kanë edhe festa të tjera të kësaj natyre. Kështu do ta vendosim në tetor ku do të jemi relativisht vetëm ne pothuajse. Vetëm kjo festë do të jetë. Do të jetë po ky vijim i rrugës kualitative të përzgjedhjes së filmave, pothuajse në këtë numër filmash, ne këtë vit 24, domethënë do të jemi në 20 dhe 24 filma, përfshit të gjitha zhanret. Atë që mund të them me siguri është do të sjellim më shumë artistë shqiptar në Boston. Atëherë unë meqense jam i dokumentarit, unë meqense jam në sektorin dokumentarit të përzgjedhje, kemi miratuar vërtet filma, skenare të mirë dhe shpresojmë për filma të mirë nga dokumentarit, t'i afrojnë gjithmonë këto festivale. Bujar, të falenderoj pafund që ishim bashkë sot. Unë ju falenderoj shumë. Ju falenderoj shumë për çfarë bëni për diasporën në përgjithësi dhe në këtë rast dhe për kinematografinë, që është pjesë shumë e fuqishme shumë e rëndësishme edhe në jetën time. Respekt për ju, për punën tuaj edhe për kualitetin e festivalit. Të dashur miq, isha me Bujar Rimanin, regjisor kualitativ në filmin shqiptar, njëkohësisht drejtori artistik i festival film në Boston, Albanian Festival Film. Pra, një personazh i cili merr një detyrë për ta çuar përpara edhe më shumë atë afeksion që kisha dhe intelektualet atje ajo shoqat e madhe do ta çoj para. Pra, filmi të jetë në gjuhën shqipe edhe atje. Falenderoj Bujarin, falenderoj Xhevatin që ishte me ne, sigurisht familjen Qokaj me produktet e tyre të valleve dhe artistike, njëkohësisht ju falenderoj edhe ju që na ndoqët. Natën e mirë bashkë.